Përshëndetje, sonte intervista saktë është me Adriatik Kelmendin. Mirë se erdhët. Kënaqësimi si Gjeta, faleminderit për ftesën gjetët. Një gazetar me përvojë të gjatë, producent, ligjërues, shkrimtar, opinionist, mirë po me qëndrimet e tij gjithashtu ka ndikuar shumë dhe ka ngjallur debate polemika të ndryshme, pra dhe ka hapur një perspektivë tjetër nga ajo që jemi mësuar ta shohim në zhvillimet politike në Kosovë. Adriatik, fillojmë me atë që sa kohë Rubikoni ka një dekadë më duket. Rubikoni ka kaluar dekadën 13 vjet, 13 sezone të Rubikonit, tash 6-7 vjet fundit 3 herë në javë, shumë emisione. Unë vetë 18 vjet në grupin Koha, kam filluar si gazetar praktikant me gjithë tjerët dhe kam lëvizur shpejt, gazetar reporter i lartë, redaktor i kulturës me 21 vjet, me 23 jam bërë redaktor përgjithësi si kuosditore, me 26 isha kryeredaktor, drejtor informacioni në KTV, kur edhe filloi Rubikoni dhe po vazhdoj me Rubikon edhe sot dhe kësaj dite. Gjatë krejt kësaj periudhe, cili është momenti që ju ka bërë më tepër përshtypje në këto emisione? Me siguri ka shumë momente, po çka ju ka prekur më tepër ose që do ta veçoni për cilën do arsye? Po ka shumë, siç mund ta imagjinoni, me se edhe vetë jeni gazetar dhe kur bën shumë dhe kur jeton këto në kohë që po jetojmë ne, unë gjithsesi do ta veçoja ditën e shpalljes së pavarësisë. Pra, ka qenë një maraton, unë kam qenë duke organizuar vetë debatin studio, por edhe duke mbikëqyrur ekipin prej rreth 100 punëtorësh, bashkëpunëtorësh që kemi qenë atë ditë, ka qenë pritja e secilit brez shqiptarësh, pritja e madhe dhe brezit ton, kështu që s'kam se si të përmend ndonjë paraqitje tjetër para kësaj, dhe po ashtu procesi i definimit të statusit të Kosovës, ato shumë mbledhje dhe paraqitje drejt për drejtja edhe nga Washingtoni, edhe nga New Yorku, edhe nga Vjena. Pra janë momentet papërsëritshme në përvojën e një gazetari ose secilit që merr pjesë në të. Unë kisha fatin që t'jem pjesë e këtyre, t'jem gazetari që ka raportuar për to dhe janë diçka që do të mbesin për herë në mendje. Në kohën kur u shpall pavarësia, sigurisht secili prej nesh e paramendonim ndryshe dhe të ardhmen edhe perspektivën nga pritjet e juaja personale në kohët e sotshme, kur Kosova ngecë edhe në rrafshin e njohjeve, kur shumë çka tash edhe diskutohet dhe rikthehet pothuajse në stadin fillestar, kur kemi edhe arsyetimet politikanëve që gjitha këto bëhen edhe me një sistem ndërkombëtar. Çfarë mund të themi, a ka shënuar progres Kosova? Po, vetarritja e pavarësisë natyrisht është progresi më i madh. Unë besoj se ne nuk po arrijmë atë sukses sa i kemi predispozitat, duhet veçuar se jo vetëm shqiptarët në Kosovë, por shqiptarët gjithandej, krahasuar me gjithmonë përpara për gjatë historisë, i kanë punët më mirë se që kanë pasur, por do duhet t'i kishin edhe më mirë se që kanë. Tash, ne ka filluar ndoshta të na kaloj edhe ajo dehja se me pavarësinë do të arrihet gjithçka brenda natës si me një shkop magjik, ne po e shohim se ne jemi ata që duhet ta bëjmë këtë pavarësinë dhe që tjetë krijojmë edhe shtetin që është i zhvilluar, shtetin që krijon mirëqendje për gjithë qytetarët e tij, barabarësi përballë ligjit, avancim, por këtë në radhë parë duhet ta bëjmë vetë ne, qytetarët e Kosovës, shqiptarët si popullata shumicë dhe kryesore e Kosovës, dhe këto ngecje që po i shohim duhet na faturohen secilit. Pra, do të varet nga angazhimi i secilit prej nesh në çfarëdo sektori që jemi, që mund t'ja japim shtysën tonë për parimin të kësaj Kosove. Nëse ne nuk i kemi punët ashtu siç kemi pritur se do t'i kemi me pavarësi, fajtorin e parë do duhet ta shinim ku shikohemi pas syve, pra secilit e vetvetja, mes qofshin politik, janë shqiptarët, janë familjarët, komshinët, bashkëqytetarët, kosovarët, janë që janë aty. Nëse janë zgjedhur me votë, drejt për drejt, ne i kemi zgjedhur. Nëse kanë vjedhur vota, ne ja kemi mundësuar se t'i vjedhin ato vota, janë ata komisioner. Nëse në drejtësi kemi kritika, në shëndetësi, sërish ne jemi ata. Kështu që unë kërkoj që ndryshimin secili ta filloj nga vetvetja, nëse dëshirojmë ta shohim të tjerin, po jo të nisemi mbrapsht duke bërë tjetrin me gisht, pa vështruar asnjëherë se mos edhe unë nuk jam diçka në rregull. Do njerë krijohet përshtypja se edhe neve na pëlqen që të kemi një polic i cili mund të korruptohet, që të kalojmë më pa pasoja. Na pëlqen që të kemi një profesor i cili jep notën më lehtë apo që të pajisemi me diplomë. Disi
u kriju një farë standardi që edhe vetë i rënuam disa vlera që kishim më herë. Fatkeqësinë më të madhe e shohun në atë shprehjen shumë përhapur, mirë, këtu gjithë janë të korruptuar. Këtu gjithë janë të këqij, gjithë janë negativ. Kjo është ndoshta ajo shprehia më e dëmshme për një shoqëri. Pse e them këtë? Nëse ne nisemi në përgjithësime, nëse ne flasim me terma absolut, atëherë bie se ne s'kemi besim radh parë në vetvetja, që i bie se nëse gjithë janë të korruptuar, edhe ti domosdoshmërisht se do të korruptohesh nëse të jepet rasti, se edhe të afërmit tuaj, shokët, shoqet, familjarët që kanë të korruptuar, me që këta jemi ne, kthehemi te kjo. Kështu që ne duhet ato që e përmenda, mos ta shohim gjithçka zi. Ta dim se e bardha që mund të jetë e vogël, mendimin e secilit mund zgjerohet dhe t'ja marr anën kësaj të zeze. Nëse themi se gjithçka është keq, gjithë janë të korruptuar, gjithë janë të këqij, atëherë po e shembim edhe shpresën se ndonjëherë me këta gjithë mund të bëhet më mirë. Apo ajo thënë se elitat politike megjithatë janë një letër njoftimi një populli. Qëndron sakt. Unë e thash, edhe nëse votat i kanë vjedhur, s'mund t'i fajsojmë vetëm politikanët, por edhe ne që i lejuajmë që t'i vjedhim ato vota. Bashkë me të qenë rritë person publik, vinë edhe përgjithësitë publikës, shpesher për fat keq kemi lexuar edhe lajme nga më të ndryshme nga ato edhe që imagjinarja nuk mund t'i paramendoj, për shembull, në rastin tuaj ju kanë shpallur edhe që jeni aksidentuar dhe keni humbur jetën, ju kanë shpuar gomat, ju kanë shantazhuar, ju kanë kërcënuar. Fare pak opinioni e din këtë pjesë presionit që bëhet në forma të ndryshme ndaj një figure suksesshme publike. Unë jam i ndërgjegjshëm për këtë, duke më parë, siç e përmendëm, për 13 vjet, duke qenë pra emisioni që del në shumicën e sondazheve si më i shikuari, duke qenë pjesë e dhomave të shumicës e familjeve në Kosovë dhe më gjërë, atëherë edhe njerëzit do të flasin, do të gjykojnë, edhe do të paragjykojnë, do të bësh pjesë e gjithë atyre bisedave ose dhe interesimit me ose pa dashjen time në këtë rast, ose tuajën si po ashtu person publik. Dhe ndodhin edhe këto raste, dikush mund të bëjë një montazh, ta hedh në YouTube, ta vë një vetur të aksidentuar dhe thot vdes Adriati Kelmendi. Dhe ju do të merrni për një herë cindra telefonata, njerëz do të fillojnë, ka qenë që e përmendët, ka qenë një ndër diçka që ka prekur edhe familjarët e mi, më kam qenë me vllaun tim bashk dhe më ka thirrë një mik, thot Adriatik, unë i them, po orna, thot prit ulem një herë. Pse çka ndodhi? Tha, po sa po lexova se ke vdekur. Tha, edhe a je ti që po flas? Adriatiku thash, po ku? Tha, ja, po sarkullon edhe në Facebook. Sa kum hapu në Facebook, unë kom pasur për 10 minuta, jam bërë 400 shares, dhe po flasim para 3 vjeç, po më duket kjo, kur s'ka qenë edhe i popularizuar sa është sot Facebooku, dhe i kam thënë vllaut, mirë, unë po e thras në telefon babajin, ti nënën, që ti tregojmë që gjithçka është në rregull, që mos kujtojnë se dhe ata do t'i thrasin njerëz, edhe bashkëshortë në kështu me radhë, dhe kanë filluar pastaj është dashur se t'japim edhe një demand, edhe në Koa Vizion, shkruan edhe portalit, e vura edhe një fotografi në Facebook, dhe u morë vesh. Por ka edhe tilla pastaj. Mirë, po, nuk ndodhen gjitha Adriatik besoj edhe rastësisht, sepse këto janë edhe disa mesazhe të fshehura që njerëzit në momentin që nuk mund t'i ballafaqojnë argumentet ose të i kalojnë atë fazën e kritikës normale, kalojnë edhe në këtë pjesë. Si që dini unë prek, s'kam hezituar asnjëherë të prek ndër temat më të ndjeshme shoqërisë. E di që edhe në misionet e mia shumë njerëz do të dalin, jo vetëm musafirët që janë që mundohem të jemi pa kompromis për të nxjerrë lajmin, për të nxjerrë informatën, për të nxjerrë disa të vërteta në shesh prej tyre. Por ata mund të flasin për dikë që si pëlqen hapësira që po e jap, diçka që unë shkruaj, puna ime publike dhe mundohen në këtë mënyrë ose ta tërheqin vërejtjen. U mor policia me këtë rast, edhe dikur filluan skemi mundësi të shikojmë, fillova të mendoj, mos është edhe më mirë që mos ta marr vesh fare se kush e ka bërë. Ta lë që ndonjë djalë vajzë re që entuziasti i kompjuterave internetit e ka bërë. Ti lësh pak vetës hapësirën e vetgënjimit, se mund të ndodhë. Po, se në fundit çka nëse e marr vesh, si do të cilës, si do të ndikoj ajo mua. Unë s'jam një njeriu dhon shumë që shkoj çroje sape personalisht. Tash, a duhet të shkoj të filloj procese gjyqësore? Çka nëse del ky grup i interesit, çka nëse del ai grupi i interesit? Dhe ajo do të ketë një farë lloj ndikimi tonë. Ndodhi pastaj edhe kjo tjetra që e përmendet ju. Kjo është e vërtetë. Shpuarja e gomave.
unë shkova në polici, s'm kanë kthyer sot e kësaj dite, ja po e tregoj në emisionin tuaj, asnjë njoftim, ja 2 herë më kanë marrë, a ke ndonjë dyshim, a ka diçka, i kanë marrë gjitha kamerat. Ka aty kamera se ku kanë hyrë për t'i shpuar gomat, është për të shuar sinjalin se po të hymë në shtëpi. Është garazhi i mbyllur i ndërtesës ku jetojnë, kolektive, dhe aty mund të hyjet vetëm me kartel për banorët që kanë garazhe, madje edhe jo për gjithë banorët. Tash natyrisht që mund të ketë ndonjë derë të prishur dika për Dhe ende s'keni asnjë përgjigje zyrtare se çka ka ndodhur për këtë rast. Dhe tash shumë dyshime, edhe këtu prapë mendoj se ndoshta edhe më mirë të mos ta di, por unë jam i bindur se kjo të ka të bëjë me Megjithatë shpresojmë se e vërteta të zbardhet në fund, pavarësisht të cila do të jetë ajo. Po. Thatë që keni trajtuar tema. Po bën një vit dhe shpejt bën një vit, unë s'kam asnjë version zyrtar çfarë ka ndodhur. Thatë që keni trajtuar tema të ndryshme, të cilat ndërlidhen njëra me tjetrën, po kohët fundit e keni bërë publike edhe atë, jo vetëm kohët fundit, po gjatë një kohe se nuk po pranon të vjen presidenti i vendit në Rubikon, apo edhe vjen e paralajmëron ardhin mirë, po më pas tërhiqet për... Madje ishte hera e dytë, që u morën vesh, më tha po, unë e paralajmëroja, herën e parë ishte kjo një lojë në Mitrovic, ekipi i futbollit i Kosovës, edhe atër nuk shkoj emisioni, nuk bëra asnjë emision tjetër, mbeti bosh, edhe pas 4-5 muajsh, kur u dakorduam, ata u arsyetuan që doli tjetër vërtet, që është dashur të udhtojnë për malëzi urgjent, por këtu ndoshta duhet treguar edhe diçka që unë jam shumë kryeneq që të mos bëj dallime, pavarësisht a është president i vendit, apo është vetëm një kryetar partie, apo një deputet, dua që kur të merremi vesh për diçka, kjo të respektohet. Kërkesa edhe nga ekipi i zotit Thaçi, po e zbuloj edhe këtë për të parë, ishte që ne ta shtyjmë për një ditë, ta bëjmë të nesër më njëherë, që ai të vi. Por unë thash, me që jemi marrë vesh 2 ditë më herët, dhe me që kam bërë paralajmërim, me që kjo është hera e dytë që po na dështon, unë për nesër kam thirrë dikën tjetër, mund ta bëjmë javën tjetër, por nuk mund ta anuloj tash një intervistë që kam thirrë dikë për nesër, për shkak se ju nuk ja dolet me arsye ose pa arsye, të vini, por derisa po përsëritet tash disa herë, dhe duke e ditur se ju hezitoni përgjithsisht të vini në emisionin tim, atëherë javën tjetër e janë. Adriatik sipas teje? Po besoj se nuk heziton vetëm zoti Thaçi, shpesh hezitojnë edhe të tjerë, edhe zoti Isa Mustafa, që nga për 4 vjet ka qenë vetëm një herë. Unë vazhdoj t'i ftoj, por më duket se tash edhe është krijuar hapësira me përgjithësimet e lartë institucionale. Dhe duke krijuar hapësira me shumë emisione, shumë televizione, ata po kanë mundësinë që të shkojnë kur kanë diçka për të thënë, unë i respektoj gjithë kolegët e mi gazetarë. Por ndoshta atyre pi duket që disa pyetje mund t'i kalojnë më lehtë, unë pak jam shumë insistues, ndoshta nganjëherë dikush thotë edhe më shumë se duhet, disa tjerë thonë jo duhet shkuar edhe më tepër, dhe ata zgjedhin që ta kalojnë kur e shohin ndonjëherë që edhe unë po rris presionin, po flas publikisht, ose po më pyet edhe dikush zakonisht kur fillojnë nga ambasada të pyesin, thonë se s'po të vjen ky ose ai, atëherë vinë e shtyjnë edhe 1-3 vjet tjera. E qartë, thatë që parapëlqejnë disa gazetarë që ndoshta janë edhe më profesionistë se sa ne, dhe aty mund t'i thonë disa të vërteta më ndryshe, apo t'i shprehin më lirshëm. Megjithatë, te gazetaria kur jemi, ju jeni edhe ligjërues në Universitetin AAB, duhet të flasim pak edhe për gazetarinë dhe e sotshme që po praktikohet, edhe presionet të cilat po ndikojnë te gazetaria. Po, gazetaria sot duhet të thënë, dhe ndoshta duhet të thënë mjerisht, nuk është ajo që ka qenë ose që u munduam ta ndërtojmë, edhe ai brezi që duhet veçuar, ndoshta i kohës ditore dhe që u përhap pastaj edhe në disa mediume tjera, tash u vështirësua për shkak të mundësisë së madhe për të hapur mediume e para, por edhe për shkak se interneti e mundsoi që mediumet të jenë edhe diçka tjetër që janë portalet informative, dhe tash unë e shoh edhe të studentët, secili ka ambicje që të hap një portal për vete. Ka mbi 100 portale me sa di unë kohëve të fundit në Kosovë. Dhe unë besoj se kjo nuk është, s'ka ndonjë fajtor këtu, për tregu i Kosovës ose kapaciteti i individëve në Kosovë nuk ekziston për të ngopur gjithë këto mediume, dhe pastaj vjen duke rënë niveli. Dhe
Negativja këtu është se pastaj ju mund thoni mirë, medium është kë, po medium edhe ky. Medium është dikur që i ka 100 punësuar dhe mundohet të ketë kriter profesional, ose edhe dikur që i ka 3 punësuar dhe mund të publikoj gjithçka pa ndonjë verifikim, dhe kjo mjerisht po e humbe edhe besueshmërinë në media. Me pas edhe ka fillu që t'jenë të prirë shumë pas senzacionalitetit, dhe të senzacionales nuk Dhe kanë... ky është fenomen që nuk kona për cilë vetëm ne si shoqëri. Unë e vrej dhe gjithnjë jam edhe për shkak të ligjerimit dhe pse jam i kësaj fushë, unë i analizoj edhe mediat edhe ndërkombëtare, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndodh gjithnjë me tepër ky tabloidizimi i medias me senzacioni, dhe senzacioni bëhet i mundur pikërisht me këto telefonat ton të mençur që dua me njerë të hymë dhe të marim vesh lajmin, mos presim edicionin e lajmeve në televizion, në radio, ose të blejmë gazetën nesër, dhe kjo shpejtësia pastaj po ul hapësirën për të verifikuar një lajm, pastaj konkurenca po e bën të vetën, dhe shumësia e atyre që po i them vetës gazetar, po ul përgjithsisht cilësinë. Ndoshta edhe shumësia e informacioneve ka ndiku negativisht edhe tek lexuesit, të cilët kryesisht kanë filluar të përqendrohen vetëm në tituj, pavarësisht përmbajtjes që mund të ketë një informacion. Edhe diçka tjetër, ndoshta me këtë respekt për disa që mundohen, unë nuk e paragjykoj se është portal në internet, edhe gjithsesi do të jetë më i ulët se sa një televizion ose një gazetë, jo. Por shumica, për shkak të atyre që i përshkrova, kanë filluar ta devijojnë, madje edhe piramidën e përmbysur. Madje nuk lodhen të përgjigjen as në ato 5W të famshme që kërkojnë një strukturë për të treguar një lajm qartë, sakt, shpejt, me fakte. Pra ne shohim tituj, siç po thoni ju, dhe kur klikojmë për të lexuar, mund të ketë shumë pak dokumentar të cilët prezantohen si dokumentar, por nuk kanë asnjë dokument asnjë Pikërisht, fakt brenda është vlerësuar, pra, senzacionit. është vlerësuar Ka gjithçka pa që kemi njohur dokumentar, deri para pikërisht. 10 vjetësh Unë me emra. problem ta di se çka është gazetari sot në krahasim me standardin e sotshëm. Nëse një i ri niset ta mësoj gazetarin pa lexuar pak ose pa shikuar se cila është praktika dhe si erdhëm deri këtu, vështirë se do ta kuptoj vetëm duke lexuar dhe ndjekur çka kemi sot servuar gjithandej. Pra, pa orientim do ta ketë shumë vështirë. Pa orientim profesional. Pat reagime të ndryshme nga mbar bota me zgjedhjen e Donald Trump, edhe gjatë fushatës parazgjedhore, mediat kryesisht ishin të pozicionuara tek kandidatja demokrate zonja Hillary Clinton, megjithatë pam një rezultat mos them papritur, po që shumë pak kush e priti. Besoj se ky vit do të mbahet mend në histori se na ndodhi edhe Brexiti në Britaninë e Madhe, Mbretërinë e Bashkuar. Pra pritjet ishin se ky do të jetë një referendum i thjeshtë që do të kalohet me lehtësi. Edhe sondazhet dulen gabuara, edhe gjithaj presion publik që mendoi se do të rrinte Mbretëria e Bashkuar brenda BE-s, doli gabim, ndodhi e kundërta, Britania për të dalë nga Bashkimi Evropian. Njësoj ndodhi edhe kjo, unë e quajta në një vend, ky është viti i bankrotimit të sondazheve të anketave, me që po tregohen të gabuara. S'ka pas asnjë anketë serioze në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që e ka qitur në ndonjë periudhë kohore që zgjat mbi 1-2 Donald Trump si favorit për të fituar garën, dhe pam se ai fitoi, madje fitoi bukur bindshëm. Me mandate, po me vot popullore. Me vot popullore, 1 milion deri dje ishte se ka më tepër votat njerëzve, pra vot popullore të votuese Hillary Clinton, për sistemi elektoral në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është që janë votat elektorale që fitohen në një shtet dhe ata sipas mallësisë pastaj bëhen bashkë dhe doli me një diferencë të madhe Donald Trump. Është një epokë e re, pra po lexoj edhe analiza të ndryshme të autorëve të njohur edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që thonë, mirë, por megjithatë të mos sillemi sikur asgjë nuk do të ndryshoj. Ne po hymë në një situatë pa qartë, që duhet kemi 2 bazë për analiza. Ose të besojmë që Donald Trump, disa prej deklaratave të tij me bombastike i ka pasur vetëm për fushat elektorale dhe si çdo politikan tjetër nuk do t'i realizoj përgjatë punës së tij në presidencë, ose që do të ndodhë mrekullia dhe ai me disa prej këtyre gjërave që i ka premtuar se do t'i realizoj, do të dalë më mirë se sa që kemi pas deri më sot. E bukura këtu është se disa nga ato me problematike tashmë vetëm kanë filluar të zbuten nga Donald Trump, dhe tjetra është që sistemi, që demokracia amerikane nuk është e sotme.
ka një tradit dhe ka një sistem të institucioneve që e mbajnë atë checks and balances, që të mos lënë që të ketë devijime të mëdha, dhe interesat e Shtetit Bashkuara të Amerikës janë aq mëdha sa që do të trazojnë një kthim radikal edhe politikat në shtetet e tjera, dhe ne na mbetet të shpresojmë se do të kemi një përvojë që s'do të na trazoj shumë, diçka do të duhet ndryshoj se mes nuancat do t'i bëj një president si individ nga një tjetër, por se sidomos në këtë rajonin tonë nuk do të ndryshoj atë shumë qasja amerikane, me që unë besoj kushtim fuqishëm që sa më pak influencë amerikane në Kosovë ose në rajon, aq më të mëdha gjasat Serbia për të pasur më shumë ndikim në Kosovë dhe rajon. Kundër Donald Trump, kushtimisht kundër u shpreh dhe Edi Rama, i cili kohëve të fundit nuk po heziton që të shprehë mendimet e tij edhe për çështjet që ndërlidhen me Kosovën, në forume të rëndësishme, mirë po edhe për tema të tjera, ku ai gradualisht është duke marrë një hapësirë të konsiderueshme për të shprehur bindjet e tij edhe politike në raport me shumë çështje. Si e pat ju këtë debatin e fundit? Deklaratën e tij për Donald Trump, ai ka qenë axhamillëku më i madh politik që mund ta bëjë dikë, madje u diskutua shumë gjatë edhe në Amerikë, edhe ai gazetari që e pyeste, ja shtroi aty për aty pyetjen, apo e dini ju çfarë po flisni, me që ju jeni lider i një shteti tjetër dhe po paragjykoni çfarë mund të jetë një president i jashtëm i shtetit më të fuqishëm botë, dhe ai e përsëriti, që është gabim i madh, po masandej një letër që dërgoi, të shpresojmë se nuk ka të mbetje të madhe Donald Trump. Edi Ramën azami politik për këtë deklaratë, për këtë deklaratë është azami për te azamis. Plus që kjo erdhi pas një çndrimi diskutueshëm lidhur me një kërkesë tjetër prej miqësh të Shtetit Bashkuara të Amerikës, që për te populizmit është dashur ndoshta të menaxhohet pak më ndryshe për ato helmet kimike të Sirisë, që një herë i tha po, pastaj i tha jo, dhe ky po ashtu ne vlerësojmë se mirë u ka përcye dhe nuk do të ketë hatërmbetje, s'ka këtu vetëm hatërmbetje. Ti nëse je partner me një shtet, sidomos me një superfuqi botërore, atëherë duhet të jesh partner edhe në të mirë dhe në të ligë, sidomos në të ligë duhet ti tregosh se je mik i madh. Dhe besoj se këto kanë qenë dy kiksa që nuk i kanë ndihmuar shumë Edi Ramës, po për rrjedhoj nuk i ndihmojnë shumë edhe shqiptarëve. Kurse për këto deklaratat për Kosovën, unë besoj se ka drejt, sidomos një president ose kryeminist nga Shqipëria, më pas se i cili do shtet tjetër ka drejt të përkujdeset, deklaroj të flasë edhe për Kosovën. Por asnjëherë pa koordinim me qeverinë e Kosovës, me subjektet politike Kosovë, me faktorë relevant për Kosovën. S'mund as Edi Rama as dikush tjetër flasin vend Kosovës për Kosovën pa u koordinuar me kosovarët. Por që të flasë, për të çojnë mesazhe duke u koordinuar dhe që të çojnë, nuk e fuqizojnë ose nuk e minimizojnë rolin e Prishtinës në sytë e Beogradit, kjo do të ishte gabim. Për sa kohë do të ketë pra koordinim, ne jo vetëm Edi Rama, po edhe të tjerët flasin që të bëhet më mirë për Kosovën. Për këtë temë po edhe një debat ku ishin edhe disa analistë shprehnin opinionet e tyre, dhe me pas doli edhe një rezultat prej atij debati u elektrizum partë se cili morri një kahje, ndose ti e gazetar me shumë përvojë analizon situata të ndryshme, nuk ju pam në panel, po të ndodheshit në atë situatë, po themi kushtimisht. Cila do të ishte përgjigjja juaj, reagimi juaj ndaj veprimeve të Edi Ramës? Tash kjo mund të kuptohet pak ndoshta edhe jo e ndershme që të flasim post festum, por unë duke ditur se unë situata pak a shumë ngjashme kam pasur në studio. Unë ka ndodhur se dikujt i them, nëse po të pëlqen se si po udhëheqet këtu debati ose se duhet flasësh më shumë, mund dalësh jashtë. Jo vetëm një herë, ka ndodhur disa herë. Ose ti them dikujt, madje një ministreje, ti them, nëse ju s'pushoni duke folur dhe si lejoni as tjerët, unë do të dalë më tregoni sa kohë do t'ju duhet, do të kthehem pas gjysmorës e 45 minutash, ndoshta ju do të keni pushuar. Pra kam ditur që të shkoj përtej, ndoshta të bëhem edhe arrogant për nevoja të zhvillimit të një debati të shnosh. Në këtë emision gjithçka kishte vetëm debat ose atmosferë të shëndosh, jo. Nga vetë ulja. Jo, tash po them është vështirë të them dhe për shkak se i kom kolegë gjithë
përfshirë dhe batonin edhe analistët ose gazetarët ose pjesëtarët e shoqërisë civile që ishin prezant. Unë besoj se ata kanë duruar shumë. Kur them që kanë duruar shumë, ndoshta unë edhe do delja jashtë, ose siç më ka ndodhur me arrogancë e kthej me arrogancë. Arroganca me arrogancë. A është mirë apo keq? Besoj se është mirë që ta sjellësh dikën vete, nëse unë s'do të lejoj asnjëherë spaku që të mos më thotë në emër, nëse unë i drejtohem me post, ose më thotë o ti portal dhe unë të mos i them për shembull o ti piktor. Dhe t'ja kujtoj se nëse do të nënsmosh, prit nënsmimin. Po pikërisht se duhet të zgjedhësh pozicionin, ose fol si kryeministër dhe je përgjegjësi për gjërat të cilat shtrohen si pyetje në raport me Shqipërinë, vendin që e përfaqëson, ose je si një showman. Një pyetje kam unë këtu. A do të cilë njësoj Rama në Shqipëri mundet, edhe e shohim që bën të tilla show. Në Kosovë pam që do dhe ja doli, por a do të cilë njësoj nëse do të organizonte një emision të tillë me gazetarë opinionist në Beograd ku ishte para 2 javësh nga emision, ose në cilin do shtet tjetër, ku do të vinin 6 përfaqësues të thirrur që të shtrojnë pyetje ose të komentojnë me të dhe ti për ule ashtu, nuk e besoj. Po kthehemi tek një temë ndjeshme, kohëve të fundit ka kohë që në media është një lajm kryesor, ndodhin zhvillime të ndryshme, ka reagime të ndryshme, ka protesta, kërkohet drejtësi, më pakta për rastin tragjik të vdekjes së Astrid Deharit. Cili është opinioni juaj lidhur me këtë rast? Në cilën do variancë po paragjykojmë vetvrasje ose vrasje? Do të jenë organet kompetente që do ta thonë fjalën e tyre, po çfarë do duhet të ndodhte pas këtij rasti sipas jush? Besoj se hapat janë të qartë. Unë kam shkruar më njëherë të hënën pra ndodhi rasti të shtunën, më njëherë të hënën kam reaguar, kam pritur të bëhet ora 12 dhe të them se si askush nuk po jep përgjegjësi për një person, dhe nëse mund ta citoj, parafrazoj vetveten, kam thënë që në një burg që është institucioni ku duhet të ofrohet siguria, si për ata që janë brenda, po ashtu edhe siguria e njerëzve jashtë nga ata që janë brenda. Pra gjithsesi duhet jetë një ndër vendet më të sigurta të një shteti, edhe nëse dikush merr thua dhe humb jetën, duhet ketë përgjegjësi, duhet dikush t'ja dorëheqje, duhet hetuar se cilit ishin shkaktarët, ndoshta edhe përgjegjësi penale. Po ne shohim sot po flasim, kanë kaluar 12-13 ditë prej se ndodhi rasti. Nuk shohim se dikush ka dhënë përgjegjësi. Është normale që të priten rezultate hetimeve, po është e pafalshme, po e them që dikush, edhe nëse është vetvrasje, s'po paragjykojmë, ose vrasje, por edhe nëse është vetvrasje, edhe nëse është rrëzim aksidental dhe humb jetën, dikush duhet t'jap përgjegjësi, me sidomos në rastin që e bën ekstra më të ndihshëm, që Astrid Dehari aty ka shkuar, se dyshohet se ka bën një veprim në emër të qëllimeve të tij politike. Pra, kjo është, motivet janë politike pse ai ndodhet aty, dhe në këto raste duhet përgjegjësi e shtuar, edhe nëse ka kërkuar që të mbetet vetëm në dhomë, ka procedura me çmora vesh, duhet çdo 15 minuta shkuar dhe të shikohet se gjithçka në rregull, çfarë po bën. Këtu ka dështuar i gjithë hierarkia dhe do duhet të shohim dhënie të përgjegjësisë, e pas rezultateve, pastaj edhe të ndjeken hapat e tjerë ligjor për secilin që do të dalë përgjegjës. S'mund ne të rrezikojmë polarizim partijak e politik për shkak të lëshimeve, qofshin edhe lëshime, të cilit do, në çfarëdo niveli, që të provokojmë pastaj antagonizma të mëdha ndërmjet shqiptarëve. S'mund ne të shkojmë as larg sa të bën thirrje pastaj nga një anë ose ana tjetër, ndoshta edhe të ketë vllavrasje për shkak të neglizhencës së dikujt. Këtu duhet të mësohemi se kush dështon në nivelin e tij të përgjegjësisë duhet t'jap llogari, pavarësisht a është i kësaj partie apo asaj partie, pavarësisht a ka qenë në luftë, a ka qenë para lufte apo sa ka kontribuar, përgjegjësia duhet t'japet për vendin që e ke marrë ti përgjegjësi ta ushtrosh punën, profesionin tënd. Deri sot fatkeqësisht nuk kemi parë, ka ende kohë, sa më herët që shohim hapa përgjegjës, aq më mirë do të jetë, ose aq më shumë shpresë do të jetë se ne po vetëdijsohemi se këto gjëra janë
diçka që s'duhet na ndodhin asnjëherë. Megjithatë, Adriatik, megjithatë përgjegjësinë për raste të tilla duhet ta mbajnë bartësit e qeverisë, ata të cilët e kanë edhe pushtetin në dorë. Nuk është ky rasti i parë kur ka përkundër presionit publik ka një heshtje nga ana e qeverisë. Në situatë të polarizimeve na solli edhe ndoshta edhe heshtje dhe veprimi jo gjithashtu transparent për situatën e bisedimeve në Bruksel që sjelli edhe demarkacionin, do thotë qeveria në disa situata me veprimet e saj po ndikon që të tensionohet të elektrizohet masa. Te ne duket se gjithçka mund të bëhet, vetëm përgjegjësia ose dorëheqja nuk bëhet asnjëherë. Mbajmë mend vetëm një Fatmir Recepin që dha dorëheqje nga posti i ministrit dhe e kemi rastin e drejtorit në komunën e Prishtinës, Xhelal Svesla, i cili po ashtu dha dorëheqje, siç e tha, morale, për shkak se humbën jetën 2 fëmijë në një grop që kishin kërkuar që ta mbyll komuna ose sido që tjetë. Por ne duhet, si në këtë rast, këtu s'është dashur të pritet ka gjatë. Këtu s'paku drejtori i burgut, s'paku ata gardianet që nuk e kanë kryer dhe pastaj të shkoj kjo të nxitet përgjatë hierarkisë. Pra, ne s'mund të lejojmë që njerëzit ta humbin jetën për shkak se qoftë edhe ministri nuk e ka bërë punën që ata që janë në hierarkinë e tij saj s'po e kryejnë punën mirë. Atëherë kush duhet t'i kontrolloj këtë? Ose është rast shumë i thjeshtë, nuk kërkon tepër hetim të shihet se deklaratat ishin që ka përdorur medikamente, doli që s'ka përdorur. Pikërisht, kjo është skandaloze. Madje aty ki fakte për të ndërmarrë një veprim ndaj personit i cili nuk e thot vërtetën. Pikërisht, dhe ai ju dëshën as 6 ditë që ta demantoj vetveten. Madje mbas një emisioni që e pata unë ku e kishte edhe avokatin edhe kryeprokurorin, unë thash se kam kërkuar që të vijë edhe dikush nga Ministria e Drejtësisë, thanë se s'mund të vijë askush. Ai më thret dhe thot, e kishte marrë diku numrin, thot Adriatik më ke përmend në emision që më ke ftuar, por unë se kisha përmendur me emër dhe unë s'ka marrë. Më trego kush të ka thënë se unë nuk do të vi, thash ka marrë zyrtarisht nga Ministria e Drejtësisë se ju nuk do të vini, po thash ju mund t'i thoni çfarë ka ndodhur, thoni se keni deklaruar ato, nuk e zgjati më shumë. Atë natë kam parë se diku ka thënë, mirë unë s'kam thënë, po pavarësisht është dashur me njerë, ka vdekur njeriu. Ka vdekur në një institucion ku do duhet ishte i sigurt 100%. Ne s'mund të lejojmë që dikush edhe po të ketë vrarë qindra njerëz, të shkojnë në burg dhe të dalë prej aty i vdekur. Këtu, edhe se ju, nëse po e zëm, ju pas ka kesë interpretuar deklarata, ne dy që s'kemi përgjithësi, dhe me thë nuk paguemi nga aparati buxhetit, na dhem kur dikush shpif për ne diçka, qoftë rrjetet sociale dhe mundohemi ta demantojmë me njerë, mbas një orë, mbas 2. Ju po pritni që 5-6 ditë mos flisni fare dhe po e trazoni gjithë Kosovën për këtë. Përgjithësinë zyrtare. Dhe keni përgjithësinë drejt për drejt zyrtare. Nuk është diçka individuale. As po sharroni deklaratën, as më tepër s'doni as t'jepni dorëheqje, as thirrni përgjithësi të lëshoni rrugë. Mund dilni ju më vonë edhe i pafajshëm, por mos u bëni pengesë pastaj edhe e nervozës që mund të shpërthej. Është rast i ndihshëm gjithsesi hetimet janë duke vazhduar, presioni publik shihet se s'do të ndalet, ka edhe zhvillime edhe në parlament, tash kërkojnë edhe seancë posaçme për këtë rast. Të shohim nëse kjo do të hedh zjarr edhe më tepër me benzinë në zjarr që u hap me temën e demarkacionit apo do të marrin gjëra të kahje tjera. Me këto zhvillime për demarkacionin. Këto janë teste që po na ndodhin shoqërisë tonë dhe po na testojnë sa jemi të pjekur. Faktikisht ju e filluat me këtë çështjen e shtetësisë, ne po e dëshmojmë fatkeqësisht se kemi menduar se jemi më të pjekur për ta bërë këtë Kosovë që është shpallëm shtet shpesh zhvilluar dhe shtet normal, por po na ndodh shumë shpesh se po dështojmë. Tash duhet t'i kthehemi vetvetes, këto teste t'i kryejmë me sukses e jo të çojmë nga njëri stacion në tjetrin duke përkeçuar gjendjen, jo duke e kthyer në binar drejt. Kush mund ta vendosë në binar këtë situatë? Po duhet secili duhet marrë përgjegjësinë. Kemi partitë politike konkrete që janë edhe në pushtet edhe që kanë qenë gjatë gjithë kësaj kohe. Kemi edhe ne pam se filloi mbrapsht, sidomos ky pas zgjedhjeve të fundit, edhe ky mandat i kuvendit dhe si u formuan këto institucione. Në demokraci është i domosdoshëm rotacioni politik. Pra, ne po shohim se nga viti 97 2007 e kemi PDK në pushtet. Nuk ishte në pushtet vetëm 3 vjet, sa ishte ai koalicioni
AK me LDK-n. Dhe e kemi edhe sot e kësaj dite. E pam edhe se ndonë se i fitoj zgjedhjet, nuk donë të askush të bënte koalicion me të, jo pse ne mendojmë domosdoshmërisht se vetëm TPDK-ja është problemi, por se ka nevojë shteti që t'ja jap shansin edhe dikujt tjetër, dikush pastaj të angazhohet sërish që të vinë pushtet dhe të lëvizin gjërat. Ne kemi shumë akuza se në shumë segmente këtij shteti janë të kapura, dhe këto kapen duke qenë persona të njëjtë, pozita kyçe për një kohë të gjatë dhe duke krijuar lidhje dyshimta pastaj që vetveti u çojnë në paralizimin e disa funksioneve të shtetit ose dhënien e më shumë hapësire një grupi të caktuar njerëzish dhe privimi nga çfarë do të drejte demokratike një grupi tjetër. Gjërat që patëm rastin t'i dëgjojmë edhe në publikimet e Insiderit lidhur me disa biseda zyrtarëve të lartë ku kishte tendencë ndikimi më aq sa mund të dëgjohej, por nuk dihet nëse vepra është kryer deri në fund. Po, dhe këto u diskutuan shumë, dhe unë madje në një vend kisha deklaruar kur me kaq lehtësi flitet për këto ndikime në telefon, çka mund flitet nëse flitet ku edhe s'ka ndryshimin fare se mund të përgjohen. Dhe ne si gazetar do dënim që këso përgjime dalin shumë më tepër, natyrisht jo ato ku janë personale private, por që dëshmojnë diçka edhe për të tjerët. Dhe besoj se për shkak se s'po shohim përparim shumë fusha, atëherë këso gjëra po na ndodhin shumë më tepër se si jemi ne në dieni, dhe kjo po na bëhet kancer i shoqërisë që mos ecim përpara me hapat që ne do dëshironim të shinim. Janë paralajmëruar alternativa të reja politike. Si sheni, për shkak se e di që keni deklaruar se mund të pritën edhe zgjedhjet parakohshme, çka është më e çuditshme të PDK-ja pavarësisht se është për herë të tretë në pushtet, mandatin e tretë asnjëherë s'ka arritur ta çojë deri në fund mandatin. Edhe kjo është specifik. Sinjale që mund edhe kjo është specifike që PDK-s pavarësisht që fiton mandatin nuk tregohet e aftë për cilën do arsye që ta çojë deri në fund mandatin e saj. Zgjedhjet parakohshme mendoni se do të kemi? Do doja të shija që të mbahen zgjedhjet bashkë me zgjedhjet lokale. Do doja po ashtu të shija një reformë zgjedhore, kam shkruar sot në koaditore, që do të mundsonte. Unë jam edhe tash jam kthyer duke menduar se më mirë është të kemi listat e mbyllura. Pam se sa shumë vjedhje ka ndodhur ndërmjet kandidatëve të brenda partive në zgjedhjet e fundit që na çuan në një prej përbërjeve parlamentare ndoshta ndër më dobta që kemi parë pas luftës, ndoshta edhe tulet pragu, duke mbyllur listat, unë vlerësoj se do të mundohej krijoj hapësira edhe për koalicione parazgjedhore shumë të nevojshme, se do të profilizoheshin, do të ishin më të saktë në programe, jo gjithmonë në moment fundit tash të bëjmë programe, të marrim nga se si po vendosin partitë bëjnë koalicion, diçka prej këtu, do të na dalaj një monstrum, pastaj një Frankenstein dhe gjithmonë njëri tjetri duke ja lënë partnerët e koalicionit për mos suksesin eventual. Pra të bëjnë këto, por edhe pse jo duke parë se ne sparim mbi 40% të votuesve të ngashnjejmë që dalin të votojnë. Dikush thotë mirë, kjo 40% që nuk është përfaqësues, mes disa janë jashtë, s'mund vinë, por përgëzojmë se gjysma nuk po dalin të votojnë. Atëherë një pjesë bukur e madhe që qytetarëve nuk po e shohin veten të përfaqësuar nga ato subjekte politike aktuale. Kjo domosdoshmërisht çon të mendosh se ka hapësirë edhe për ndonjë subjekt të ri politik, i cili do të mblidhte një pjesë të qytetarëve që po ndjehen të papërfaqësuar. Shpesh vrej se kritikohen grupe shoqërore, sidomos persona publik që kritikojnë shumicën e subjekteve politike. Nganjëherë vrej se këtë e bën edhe vetëvendosja, thotë mirë, janë këta neutralet. Unë kritikoj të tilla kritika dhe ndaj jush shkaku se keni pas disa polemika të ashpra me përfaqësues eksponentë. Unë kam me të gjithë, edhe me të vetëvendosjes, edhe me PDK-ja po duhet kam shuar. Unë e shoh vetëvendosjen duke bërë diçka, s'po i krahasoj, domethënë në gjitha fushat, por duke bërë diçka në këtë fushën e PR-it që është munduar ta bëj PDK-ja me njerë pas luftës. Pra që t'jetë më agresive, që kush mendon pak më ndryshe se ta mendoj se është kundër tyre, duhet ta kuptojnë se nuk po flasim për neutralitet. Unë për vete, s'po dua të flas edhe për të tjerët, unë kam qëndrim. Qëndrimet madje të mia janë shumë të forta
i argumentoj, përpisën spaku t'i argumentoj, dhe kjo nuk më paraqet mu si neutral, kjo më paraqet mu shpesh si refuzues të krejt kësaj që po e shohim sot në tavolinë. Madje nganjëherë më kujtohen vetëvendosja para se të hynë të zgjedhje, kur thonte duhet ndruar gjithë sistemin, ose duhet flajtur, mos dalur në zgjedhje se nuk kemi këtë zgjedhim. Dhe nganjëherë zë veten duke i parë këto gjëra që shpesh nuk më pëlqejnë, qof nga këta që janë pushtet sidomos, por kur shoh duke bërë edhe disa gabime sipas meje. Pra, foshnjarake nganjëherë i quaj, edhe të subjekteve politike të opozitës nuk japin tepër shumë shpresë që do të kemi një ndryshim shumë të madh. Dhe nuk është kjo vetëm sa për të relativizuar status quo-n. Jo, nganjëherë ne mendojmë se status quo do të jetë edhe me këto ndryshimet e vogla. Unë ndoshta kërkoj diçka shumë më tepër që dikuj mund t'i lexoj si utopike, që të ketë edhe brenda subjekteve të opozitës një këndellje ose hapësirë të disa individëve kundrejt disa tjerëve. Unë nganjëherë kam thënë që edhe këto partitë opozitare janë të kapura. Më konkretisht, shkaku se nëse njerëzit janë të pakënaqur me një sistem, me zhvillime në Kosovë, atëherë ndodh ajo që partitë në pushtete humbin pushtetin dhe dalin në opozitë. Po këtu tek ne nuk ndodh ajo. Opozita pavarësisht luftës së saj opozitare edhe me qëllim për të marrë pushtetin për dëshmuar një qeverisje më të mirë, nuk po ja arrin, nuk po ja der. Ku është problemi? Unë i kam thënë shpesh, një pushtet ka si dopt, ose me kaq shumë gabime, jetë kaq gjatë pushtet, mund ta lejoj vetëm një opozitë dopt. Pra, sikur të ishte opozita më e fortë, një pushtet kaq dopt do të argëzonte shumë më herët. Por ne shohim se subjekte opozitare, pra i bëjnë 2-3 hapa pozitiv dhe e bëjnë do një tjetër që të bën ty të thuash, wow, a mund ndodhë edhe kjo. Pra, ka të tilla veprime që gabimet shumë të mëdha të pushtetit, se pushteti ka gjithmonë shumë më tepër përgjegjësi për ato që kanë ndodhur. Nuk mund ne ta fajsojmë opozitën, ta kemi të qartë, por që opozita duke mos gjetur mënyrën se si t'i binë qytetarët t'i votojnë në masë, atëherë edhe kjo opozit po dështon të imponohet si ndryshimi i madh. Dhe ne po përfundojmë me një pjesë shumë të madhe të njerëzve që refuzojnë dalin të votojnë dhe refuzojnë të shohin edhe në opozit ndryshimin e madh të pritur. Cilat janë gabimet e opozitës sipas jush? Ne kemi një opozitë që s'kemi parë ndryshime të mëdha. Kjo opozitë tash është në opozitë, por janë aktorë të njëjtë tash është 17-18 vjet. Në AAK ne mund t'i kemi, unë gjitha subjekte politike edhe mis, po s'mund ta mshef se Ramush Haradinaj është alfa e omega që nga fillimi i partisë deri më sot. Dhe aty e shohim se dolën edhe shefi grupi parlamentar, edhe shumë të tjerë që njihen si reformator, si njerëz që mund të kontribuonin, madje nuk ja dolën as të hyjnë në kuvend, mes disa të tjerë duke përdorur strukturat e terrenit ja dolën që të fitojnë më tepër vota dhe të vinë të përfasohen kuvend. Njëjtë, me gjithë respektin që mund të kemi ne shohim se i dyti dhe i treti më i votuari në PDK, kur u përleshën me të parin, Hashim Thaqin, dolën dhe krijuan subjektin e tyre politik, por çka u formua aty? Që të dy janë njëri kryetar i subjektit politik dhe njëri kryetar i Këshillit të Përgjithshëm. Pra sërish janë të njëjtit, vetëm janë në një subjekt tjetër. Pra, unë s'po dua t'i barazoj në përgjithësinë, ndoshta ata edhe kanë dalë siç mund të qëndroj, e kanë krijuar atë subjekt politik për të distancuar nga një politikë, në këtë rast e PDK-s. Por ne s'mund të mos themi se janë njerëzit e njëjtë që e kanë pjesën edhe të kontributit të kësaj që farë po e shohim se është PDK-ja sot, me punën ose mos punën që e kanë bërë derisa kanë qenë pjesë e saj. Në vetëvendosje, çuditërisht, ne shohim disa figura që nuk do të thojnë asgjë për votuesin kosovar, që madje as nuk i njohin se kush janë, që kanë ndikim shumë të madh brenda një subjekti politik. Nuk marrin pjesë as në debate. Po janë disa, unë s'po dua t'i ndaj gjeografikisht, me zvin nga Shqipëria, se nuk e shoh ndonjë problem që të vinë. Po shoh se ka disa individ që janë nga Shqipëria, që nuk e dim Kosovë kush janë, nuk ja njohim kontributin çfarë kanë bërë, që kanë ndikimin më të madh, ose dalin dhe i shajnë babën nën,
qytetarët e Kosovës dhe askush nuk gjen forcën nga liderët e vetëvendosjes, ata që i njohim dhe i shohim për ditë, që janë në institucione, t'ja tërheq vrejtjen, madje edhe të thot të kërkoj falje. Shohim ta bëj këtë Visar Ymeri me Hysen Durmishin, por nuk e shohim ta bën me Bojken Abazin ose me ndonjë tjetër. Kjo është pak e çuditshme. Si e kërkoni votën e ndryshimit dhe pastaj nuk guxoni as t'i korrigjoni disa tjerë që ne as i njohim. Pra, po e nënvizoj, nuk kam asgjë kundër, por duhet na jepni përgjegjësi ju që po na kërkoni votën, ju që po na delni në studiot tona televizive, ju që po doni që nëse ju japim votën ta çoni këtë program përpara, por pastaj po dalin disa tjerë që po i marrin disa veprime që ju s'po mund t'i korrigjoni ata dhe ne s'po e dim se cilët janë të vërtetët dhe kush merr vendime në këtë subjekt politik. Kemi edhe dy persona që janë në opozit, mos të kalojmë pa i përmendur zoti Pacolli, i cili vazhdon në rrugtimin e tij politik pa krahun e tij të djathtë Mimoza Kusari Lile, e cila është përcaktuar për një alternativë të re politike. Shkurtimisht pasi që jemi në fund të emisionit dhe dua edhe dy tema patjetër t'i trajtoj edhe përshtypja juaj për këto dy alternativa politike. Po e shohim që Bezhet Pacolli ka filluar me një entuziazëm të ri, pra nuk e ka asnjë madje as Mimoza Kusarin për skaj, por e ka gjetur një hapësirë, po duket të disa njerëz që janë, për shembull, merr figura shumë popularizuara që kohëve të fundit, siç është këngëtari Labi nga Ferizaj, që po bën disa përpjekje humanitare dhe po gëzon respekt të njerëzit. Ai po i merr këta njerëz që mund të sjellin edhe votues, dhe kemi parë se këtë e bëri edhe me një të panjohur relativisht në Mitrovicë dhe fitoi, ishte befasi, Bahtiri për gjithë, mes njerëzit e panë si një shpresë, po vjen dikush prej jashtë. Dhe një Gjakov po presim mos po e merr Xhenin. Pikërisht, pra, dhe ndoshta do t'i shërbej edhe kjo në këtë antagonizmin e përgjithshëm të këtyre që janë përfaqësuar së në kuvend, kur ka shumë njerëz që janë ngopur me të gjitha palët të shfrytëzoj këtë hapësirë si një freskim, mbetet të shihet, kurse Mimoza Kusari dhe Ilir Deda, që ka nisur iniciativën e tyre mbetet shohim se sa do t'jenë suksesshëm, kush do t'i bashkohet, i uroj që të kenë sukses, do doja t'i shihja edhe shumë të tjerë që mendojnë se janë më liberal t'i bashkoheshim, por ende dim shumë pak. Kam edhe 3 tema të fundit, njërën s'do të mund të trajtoj, por shpresoj se do të kemi rastin të trajtojmë në një emision tjetër kur do të flasim vetëm për librin, edhe shpresoj që do të kemi botime të reja nga ju. Ndërsa me interesojnë, është hapur edhe ky debati për një mësuese në Malishev me mbulesë, ka qenë si kandidate me suksesshme bazë kritereve të konkursit. Ajo ka fituar të jetë mësuese në lëndër matematikës. Si Adriatika, a do të pengonte një mësuese me mbulesë të ti mësonte fëmijët e tu? Kjo është shumë me drejt për drejt. Unë në radhë parë duhet shikuar nga shumë aspekte këtë që është e drejtë e njeriut që secili që është mbi moshën 18 vjeçare të vendosë se a do të mbajë mbulesë apo jo, a do të jetë i devotshëm ndaj fesë apo çfarë do tjetër, pra është vendim i lirë që duhet jetë i garantuar dhe besoj se është i garantuar edhe me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Por gjithmonë liria e njerit s'mund të cënoj lirinë e zgjedhjes së tjetrit. Tash s'kam informatë të plota për këtë rast, po derisa ne kërkojmë që t'i respektohet e drejta në këtë rast për të mbuluar një individi dhe këtë t'ja bëj, si t'a balansojmë këtë me drejtën e përzgjedhjes së një nxënësi ose një prindi se cila mësuese duhet t'ja edukoj fëmijën. Tash si t'i pajtojmë këto dy drejta ndërmjet vete. Nëse do të ballafaqohesh si prind me një rast të ngjashëm, cili do të ishte veprimi? Nuk e kam menduar. Unë në radhë parë mendoj se mbulesa është një falloj si ta quaj kur mbulon, është për çështje të fesë, po ai mbulohet që të mos ta sheh një individ tjetër. Dhe menjëherë vën veten në një pozitë më të ulët se ai tjetri. Pra ju po e bëni një veprim në trupin tuaj që tjetri mos t'ju shon këtë mënyrë ose na tjetrën. Pra, nuk, unë për vete, nëse bashkëshortja ime do të zgjidhte të mbuloj, do ta diskutoja me të. Natyrisht që do të mbetej bashkëshortja ime.
A do të më pëlqente mua që ta kem bashortën e mbuluar? Jo. Edhe unë po shfrytëzoj drejtën time për të shprehur mendimin tim të lirë. A do ta pengoja bashortën time nëse ajo do të vendoste të mbuloj? Sërish është jo, pra do t'ja respektoja edhe asaj drejtën. Pra gjithmonë është kjo dilema se liria ime kur do ta pengoj lirinë e tjetrit dhe anas jotas. Dhe po e shoh se ky debat është pikërisht në këtë tehun se një liri e dikuj apo e synon tjetrën dhe anas jotas. Që është një debat i përhershëm i njerëzimit, besoj, që dëshiron të jetojë në shoqëri demokratike. Kretë në fund do të mbahen zgjedhjet në Maqedoni. Kemi edhe shumë lexues të portalit sakt.net në Maqedoni, i përcjellin me interes edhe intervistat sakt, shpesh herën po rësisim çojnë mesazhe të ndryshme, aman ti pyesësh edhe për situatën në Maqedoni, shkaku se duan ta dinë se sa ka interes Kosova, sa me vëmendje i përcjell ngjarjet në Maqedoni. Shkaku se zhvillimet tek ne në Shqipëri ndikojnë drejt për drejt edhe në jetën e atyre shqiptarëve që jetojnë në Maqedoni. Unë e thash në përgjithësi dhe në parim, dua dhe kam dëshirë se mendoj se kjo është të shëndosh që mbas 2 mandatesh, për atë edhe quhen mandate, se është kohë e caktuar kur japet dikuj vota për 100 pushtet, është e shëndetshme të ndodhin rotacionet. Tash, nuk mund kem një analizë sakt se cili opcion është më i miri për Maqedoninë, por që do duhet kishte freskime në ata që do të udhëheqin në Maqedoni, besoj se është e domosdoshme, derisa shohim se për një kohë shumë gjatë janë të njëjtit në pushtet. 15 vite, prej vitit 15 vite. Dhe derisa shohim se Maqedoni për këto 15 vite ka ndodhur aq shumë gjëra që i kanë prekur Maqedoninë si shtet, por edhe komunitetin shqiptar atje që është bukur i madh, pra mbi 30% të popullatës, atëherë gjithçka do t'i prek edhe shqiptarët dhe gjithçka që mund të ndodhë edhe në Shqipëri do të mund të ketë ndikim edhe në Kosovë, rrjedhimisht edhe në Shqipëri. Që ndryshimet për mua janë të nevojshme në shtetet demokratike. Sado që ligjet do të jenë të favorshme, sado që ligjet mundohen që të ruajnë balansin dhe lirinë e qytetarëve. Zgjatja, do të thënë jetëgjatësia e dikuj në pushtet krijon komoditetin dhe krijon ato lidhjet që domosdoshmërisht në disa nivele kthehen në dëmshme dhe si tilla duhet pasur kujdes. Pra, kjo mund të bëhet ose me reforma të partive brenda për cilat folëm, ose me reforma që vjen një parti shkon dhe vjen tjetra. S'dua ta mbyll emisionin edhe pa një pyetje të fundit që më kujtua kur më kujtua edhe emisioni që keni pas ka ngjall shumë reagime referendumin në rast se do të mbahej Shqipëri-Kosovë, si do të votonit, ka qenë, nëse zgaboj kështu pyetja, Adriatik Kelmendi si do të votonte? Gjithmonë, unë mendoj mes ne vuajtje që i kemi pasur vetëm se kemi qenë shqiptar. Kur jemi dëbuar prindrit tanë, baba im kur është dëbuar nga puna, ka qenë titull në gazetën e Podgoricës se një nacionalisht shqiptar po largohet nga organet e drejtësisë. Pra, ne kur jemi dëbuar nga shkollat, jemi dëbuar pse kemi qenë shqiptar. Dhe ne duhet mendojmë se cila është e mira e shqiptarëve në çdo situatë që na paraqitet. Pra, nëse do të mbahet një referendum, gjithmonë do të mendoja se cila është e mira për ne, nuk është kjo zgjidhje symbylltazi. Nuk ka zgjidhje magjike që bardh zi. Megjithatë është shumë e koklavitur. Unë do doja që ne të kishim drejtën shqiptarët të vendosin për vetveten a jemi më mirë që të bashkohemi edhe politikisht në një shtet, apo është më mirë, pra sërish ne të vendosim a do të jemi 2 qendra të mëdha dominuara nga shqiptarët, mos harrojmë pavarësia e Kosovës është arritje e shqiptarëve, serbët nuk e kanë dashur, as të tjerët kanë luftuar shqiptarët për të bërë Kosova shtet i pavarur. Por edhe nëse bëjmë hapat nxituar që të bashkohemi shpejt, pa një plan gjatë se si do të integrohemi, edhe politikisht, kur shohim se lufta politike brenda subjekteve politike në Shqipëri është aq e egër sa s'mund të merren vesh për gjëra shumë bazike, duke parë se njëjtë po na ndodh edhe ne. Para mendo tash se nëse pa përgatit edhe bashkohemi, ne vetëm sa mund të kemi edhe trandje edhe më të mëdha. Për atë unë e them dhe besoj se kjo është e drejtë, themi, ne duhet vendosur në momentin që na shtrohet pyetja se çka na konvenon më tepër, por gjithnjë duke menduar se cili është interesi i shqiptarëve.
Adriatik, faleminderit shumë që ishe, po të imitoj pak. Faleminderit, na Shpesëtimi dhe dua rastin. ta shfrytëzoj rastin t'ju uroj se ju kthyet gazetarisë pas një kohe të gjatë. Mbaj mend se kam qenë edhe një herë në studio në një televizion tjetër kur bënit një emision, po ashtu që mungon besoj sot me filma në Kosovë dhe po e shoh se emisioni një kohë relativisht shkurtër ka zgjuar edhe interesim si që përshkruat ju dhe e ndjek edhe vetë sa që mundë me interes. I faleminderit shumë, Adriatik. Merci. Shikues të nderuar, këtu po e përmbyllim intervistën sakt, bashkë mirupafshim në emisionet e radhës.